Si e një spika me në barë? Në kështar i kam i jam i knaqëm sepse me isha parë nuk është vetëm për me tregu se kemi natu një ekip ose se fitu me taktikëshin, po është një domethënie sepse kur e fillon muaj, fillon pas stres, dhe në marrëveshjet me Rovë është diçka pozitive. Në fillim e marrë gjysmë punës, është një skuadër e cila është formuar ditë të punës, pra është formuar shumë vonë sa i ketë një organizim dhe na shërben kjo fitore edhe për konsolidimin e skuadrës, por edhe për me ritmin e Fitoi eksperjenca e lojtarëve të Beslidhjes sot? Them se eksperienca e bëret vetën, sepse lojtarët me eksperiencë e tregojnë veten, por edhe lojtarët e afruar të cilët ishin Emanueli, mund të thashë ishin në lojtarët me dallu, por edhe lojtarët risi tani të cilët respektohen në lojën e tyre. Unë jam i kënaqur, është bën një grup simpatik, është bën një eksperiencë ndërfuar me lojtarët të cilët dëshirojnë të ecin përpara. Them se të vazhdojnë kështu dhe shpresoj që t'jemi rrugëritur. Ju thatë vetë profesor që skuadra është ndërtuar në ditët e fundit. Ka qenë vështirë për ta krijuar organizatën e duhur. Shumë e vështirë, por falë presidencës e cila duke se ka marrë shumë seriozisht dhe në kanë pra falë tyre është bërë një punë kolosale, por edhe drejtorit bashkëpunim të gjithë bashkë kemi bërë një punë shumë mirë sepse për një punë shumë shkurt është në një skuadër ku me syrin tim pretendoj se është një skuadër Fitoi edhe Luzi edhe Sopoti. Do të jenë këto dy rivalet kryesorë të Beslidhjes? Është herë më fol, por gjithsesi ato ka shumë vite të cilat janë rival të kësaj kategorie dhe janë skuadra të cilat kanë luajtur mirë, pra kanë shkuar deri në momentin e fundit të lidhjes për me dalë në një kategori më lart. Them se duhet të jenë ato, por nuk e di, shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit.